Gjykata e lartë ka vendosur të hedhë poshtë apelin e Mario Përdeshajt, autori dyshuar për vrasjen e 15-vjeçarit Martin Cani, për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg. Përdeshaj, i cili është ndaluar në Institutin e të Miturve në Kavaj, kishte kërkuar një masë më të butë sigurie, por kërkesa e tij është refuzuar nga gjykata. Disa ditë më parë, gjykata e Tiranës kaloi dosjen në shqyrtim për gjykim, duke refuzuar gjithashtu kërkesën e të akuzuarit për gjykim të shkurtuar, që do t'i mundsonte uljen e dënimit me 1/3 nëse shpallej fajtor. Ky refuzim ka shtuar presionin mbi sistemin e drejtësisë, duke nxitur reagime të forta nga familja e viktimës. Prindërit e Martin Canit, Angel dhe Floriana Cani, kanë kërkuar transparencë nga ana e gjykatës dhe kërkojnë që drejtësia të bëhet në mënyrë të plotë dhe të ndershme. Ata shprehin shqetësimin e tyre për ndikimin që ka pasur kjo ngjarje, veçanërisht duke pasur parasysh që vrasja e të birit ndodhi si pasojë një përleshje mes shokëve të shkollës. Ngjarja ndodhi vetëm 200 metra larg shkollës Fanoli, ku viktima dhe autori dyshuar ishin nxënës. Gjatë përleshjes, Martin Cani ishte kërkuar ndihmë nga një shok i tij, i cili mbeti i plagosur, duke shtuar tragjikisht edhe më shumë dhimbjen e familjes Cani, që tani kërkon drejtësi për humbjen e djalit të tyre.